dëgjuar linqueset politikës tani. Se janë gjitha bashkë kanë përshtypjen. Ti përmend vetingun. Po keni parasysh. Publikut i ka ngel në mendje këtu kjo gjë. Që më të korruptuarit e këtij vendi janë gjyqtarët. Ata pas kanë bërë çdo gjë. Ndërkohë që të gjithë vjen dakord. Kanë bërë manjan? Gjyqtarët kanë qenë halka, kanë qenë halka e fundit e çdo gjë. Po disa kokra e kanë bërë pjesë gjithë sistemit. Gjyqtarët kanë qenë, po më patjetër, ka shumë nga ata që e meritojnë, patjetër që po. Patjetër që po, unë nuk po them që nuk duhet, nuk po thash këtë unë që s'duhet. Unë po ju them çfarë ka ndodhur. Unë po ju them se si publiku u mësua të dëgjonte nga ç'kishte bërë, ku diun, Vjeri, Vjera, Kunati, Kunata, Kontrata, Hasani, Hyseni, i tha ky, tha ai, SHKB-ja, Shiku, ky çështja e tjetri, ky DSK-ja, e kupton? Hata po të them. Hata. Dhe çfarë ka bërë ky shtet? Më Karagjozi në rruzu, më i papërgjeshmi në rruzu, në fund të ditës. Ka larguar në mënyrë masive gjysmën e trupës gjyqtarëve. Largim masiv nga puna, hapni çdo ligj punësimi në shoqëri demokratike e ndalon largimin masiv nga puna. Ka larguar nga puna në mënyrë masive gjysmën e trupës gjyqësore dhe gjysmën e trupës së prokurorëve. Largim masiv. Pa një proces të rregullt. Pa një vendim gjykate. Po me trupa as gjykat, as gjel, as pul. Dele dash. Prindi 1, prindi 2. Se vazhdojnë ta historira, nuk janë të rastësishme. Mi, përmblidhe, po. Që ta shpërdaj pak fjalën. Dhe çfarë ndodhi, kush është pasoja tani që të vim të urrëtia? Mbetën gjysma e gjyqtarëve në punë, përveç çështjeve që kishin ata. Ju shtuan edhe këto ngarkesa e këtyre të tjerëve. Tani më thonë. Kemi edhe disa tabela që mund t'i shohim pastaj sa është. Cilat diell e merr përsipër që të evadoj çështje të cilat bëhen 2 fish më shumë në një periudhë kohore të caktuar. Ma gjeni pak këtë algoritëm? Ata e njerëz, për i mishë dhe për i gjaku, dhe sigur t'jen burrat mirë, apo gratë mira, kjo ka qenë pasojë e kësaj gjëje. Dhe, e dini çfarë është në sistem, se do t'i shohim ndoshta ato që ka bërë Shella, se ka qartë. Po, me tabela që ka sjellë Shella, po. Tani, e di çfarë është më e keqe? E dini kush është shumica e këtyre? Shihni në apelin kur është vrarë gjyqtari. Pra, çështje po, regjia mund ta nxjerrë pak. Çështje të mbetura për gjykim. Në gjykatën e apelit të përgjithshëm 50.000 dosje, 50.000 çështje. Çështje janë të mbetura. Në apelin administrativ janë 23.000 çështje dhe në gjykatën e lartë 20.000. Dhe sa është afati kohor për të shqyrtuar këto? A doni të them një gjë? Shtat të shpjegoj. 7 deri në 10. Sot 7 deri në 10 vjet. Të lutem, minimalisht. Jemi sot vitin 2025. Rradha e çështjeve për gjykim është e vitit 2017. 2017 apo gjykohet sot që jemi në 2025. Tani e lënë çështjen e pronave se prona është bërë luks në këtë vend. Lëre këtë tabelën regjia. Prona në Shqipëri për fat keq e merr më i Zoti, jo i Zoti. Po temë tjetër kjo. E dini kush është? E dini kush po për më i Zoti pra tani vazhdojmë. E dini kush është numri më i madh i çështjeve sot që presin gjykim? Kush është? Më i madhi. Nuk janë pronat. Janë pensionistët. Çfarë presin ata? Presin vite pensioni që vlerësimin e pensionit. Se ka gabuar i së këshë. Prona është luks moj, është luks prona. Ai do buk të haj, është pa lek. Mund të shtoj pak. 7 vjet. Ja ta përfundoj. Pret pensionin. 7 vjet. Është kompensimi. Shumica e çështjeve është, të lutem. Shumica e çështjeve është. E kam lënë unë personalisht apelin administrativ me 12.000 çështje. Tani është 23.000. Jashtë rregullave, me shumë mund, kemi shtuar trupin gjyqësor me shumë mund atëherë. Do 13. Për t'i dhënë mundësi që të shtonim evadimin e çështjeve. Me 12.000 e lënë, me shpresë që do gjenim një zgjidhje administrative që të hiqnim pensionet nga gjykimi. Se gjyna më do pensionin ai. E ka marrë, më ja ka dhënë ligji pensionin. E ka pagu kontributin. Jepja drejtët e lekëve. Rivlerësimi i masës pension. Nuk bënte dot 2 vjet ai. Ose s'dente 2 muaj. Dikush kishte i korrigjim me emri. Dikush, po ju them, nga 12.000 çështje, 6.000 ishin pensione. Që erdhën të trashëguara nga gjykata e lartë. Të lutem. Vetëm ta përmblidhe pak, që ta shpërndaj fjalën. Se kjo është ajo, tani më falni, këti pensionistit, vendosani pak një kobure në brez. E ka lek buke këtaj, e ka lek gjaku, e ka lek ilaçesh. Nuk e ka pronë për ta zhvilluar, për ta dhënë me ndërtim. Legjitime është dhe ajo, pa diskutim që po. Po e ka lek gjaku. Dhe kjo është pasojë e drejt për drejt, e dështimit spektakolar të asaj që quhet reformë në drejtësi. Ky është dështimi.
E mos I vim vërdall fare se këta janë përgjegjës, këta që thurin detetera. Kanë bërë reforme këta. Këta që thonë sot na u vra gjyqtari. Këta kanë bërë reforme. Kanë diçka për të bërë. Këta ka të thonë janë ndjes për këtë që bën. Për këtë maskaradë që sollen. Ja, kjo është e vërteta. Do t'i vim vërdall, a t'i vim sa të doni. Apo qatë një gjë Jurikimi në që janë herojt e fëmijëve të mia, s'ka fëmijë për vete. Që mos ta bëj vetëm unë debatin. Jo, të lutem. Ajo që tha herojt e fëmijëve tanë, ajo s'kishte fëmijë. E kuptove? Jo, pra jo, po I futi trutë gomarit njerëzve ama. Ai ti thoshte, orat e shtrenjta, e kupton? Ja ku ja pasoja. Po dhe në fakt kemi parë tani gjyqtar me orat shtrenjta me vila me. Po sa orat shtrenjta ke vërdallë tani? Çfarë më bëj të zgjidhim kësaj? Se s'duhet bëj krahasime, edhe një herë. Po ju them, dështim spektakolar dhe në qoftë se ka reagim politik të përgjithshëm dhe këtu e mbylla për sonte. Pra, ne gjyqtarin e vrau reforma në drejtësi këtu tani apo rrejta popullore e nxitur nga kjo gjë. Kur thotë që më ka ardhur këtu, mund bëj çdo gjë. Po mund bëj çdo gjë tani. Nuk është legjitim ta bëj, po mund ta bëj çdo gjë. Shiko. Dhe kjo është fakti. Dhe e fundit, reagimi politik I përgjithshëm që nuk pranon dështimin e kësaj gjëje, qoftë dështon mos e dështon robi, dështon gjëja, nuk është I sinqert. Ja fut kot të bëna shumë pastaj hipokrizia që ja thebet drejtim, ato hipokrizia në fillim. Ka shpashur. Nëse ka një mënyrë për ta vërtetuar këtë hipotezën e zotit Banjani. Pra, nëse gjithë kjo urrëtie popullore. Jo, kjo është realitet, unë s'bëj hipotezë. Po më të flasim në radhë. Okej, po mos më thuaj hipotezë, lutem, se tezë. Vete një tezë. Kjo është realitet të jetuar. Mirë, rregull. Argumente e zotit Banjani mund ta testojmë. Pra, në qoftë se kjo urrëtie popullore dhe këto probleme e drejtësinë, pas kalimit me reformën e drejtësi, ka një afat, se reforma e drejtësisë ka lind në vitin 2015. Që do thotë, nga 90-ta deri në 2015, shqiptarët ishin të lumtur me drejtësinë, gjyqtarët ishin njerëz të ndershëm, këtu nuk I është marrë njeriu pronat, këtu nuk ka liruar kriminalët, këtu nuk ka ndodhur asgjë. Pra, pas kanë lind gjitha në 2015. Kështu që të çdo njeri që ka jetuar në Shqipëri para vitit 2015 e kupton që ky është një problem sistemik që nga vitet 90. Këtu njerëzit janë marrë shtëpit, janë zvarr pa drejtësisht në rrugë, janë marrë kalamajt, pa drejtësisht me vendime të manipuluara gjyqësore. Këtu janë marrë pronat. Këtu ai e ka parë vrasësin e fëmijës vet, e ka parë të lirë për 1 vit e për 2 vjet që vërdalliset me makina të shtrenjta vërdall. Këtu është parë hajduti që është promovuar. Pra, këtu ka kaq shumë pa drejtësi. Sa ne nuk mund t'ia veshim këtë një procesi të vetimut apo reformës drejtësie, e cila u tentoi të bënte Trekthente besimin e qytetarëve të drejtësia. Qartë nuk e ka rikthy besimin e qytetarëve ke drejtësia. Këtu pra duket që ka kthyer urrëtien. Ai nuk e ka kthyer urrëtien, aty ka qenë. Ka qenë sepse njerëzit kanë vujt pa drejtësi. Tani shiko, thash dhe ky është një rast fatkeq. Këto gjëra kanë ndodhur dhe jashtë. Janë shumë të rralla, po në vitin 81 është bërë dhe film për vrasjen në 81-shin në Gjermani, ka qenë Bachmeier, mos gabohem gruaja, pa se si një përdhënues që ishte dënuar 2 herë, kishte dalë të 2 herët, I kishte përdhënuar vajzën 7 vjeçare, vrar, u kap në sallën e gjyqit, mori pistoletë e vrau në sallën e gjyqit. Edhe si urrëtie e nënës që ka ndodhur kjo fatkeqësi, po edhe si një ankesë për sistemin e drejtësisë që është shumë tolerant ndaj kriminalëve të këtij lloji. Dhe aty u hap një debat I madh shoqëror për sistemin e drejtësisë. U bë film më pas, është një debat që ka vazhduar me vite. Këtu ne kemi një njeri, kemi një rast të një kriminali që është pjesa atyre që u marrin njerëzit pronat. Tani, të themi që ky në një formë ose në tjetër, ose këta që duan vrasin gjyqtar e legjitimuar sepse vetingu e ka shkaktuar këtë, unë po them që është t'i bësh shkurt. Ose ta përdorësh këtë rast. Nëse mua këtë argument, ta përdorësh këtë rast. Nëse ke me mua këtë konkluzion të argumentit, nuk është një. Por the që vetingu është shkaku pse ka këto vonesa dhe është shkaku pse ka këtë padrejtësi dhe është shkaku pse ka këto urrëtie popullore. Tani, që gjithë procesi vetingu ka sjell vonesa, që gjithë reforma e drejtësisë ka sjell vonesa, këtë duhet gënjejmë nëse ne nuk e pranojmë. Që këto vonesa prodhojnë irritim me sistemin e drejtësisë, kjo është e vërtetë. Që këto probleme kanë 30 vjet në Shqipëri, edhe kjo është e vërtetë. Pse plasi tani është çështja. Po s'ka plas tani ka qelluar një njeri me probleme mendore, një kriminal që ka shkuar me vrasje një gjyqtar, po këto probleme kanë 30 vjet në Shqipëri. Duhet parë pak më thellë kjo. Po jam dakord pra. Nuk po e përjashtoj, po këto janë probleme sistemike. Këto janë probleme sistemike. Problemet sistemik si jepet zgjidhje?
Me reformë, pra, po ti do jesh i parë që do jesh i shqetësuar nga Cila është reforma. reforma? Po jepë bëj një reformë gjyqtarët fare, ti lën pas zgjidhje. Kjo është edhe Atëherë, reformë. disa nga ata Është gjyqtarë përdar që i kanë nxjerrë vetimin kanë qenë të korruptuar, sepse vetimin kanë nxjerrë me prova. Ndërkohë, janë njerëz që kanë jetuar në Tiranë. Ndërkohë që shumë Një me mirë- rroga nga 600-700 lekë dhe i lëvizdin me Ndërkohë që shumë orë prej tyre 50.000 kanë euro. hequr Tani, kot, do të dhe thënë kjo është, madje ky Miku, është një kot nga fare, burimet e urrejtjes popullore, se ti shikon, ai që ka orën 50.000 euro, që është gjyqtar, do të ka liru kriminalin që ka vrarë fëmijët e njëri tjetrit, ai që ka vjet. Atëherë, asnjë gjyqtar, rezultat zyrtar ky. Merre kështu është e verifikuar. Asnjë gjyqtar Nuk ka pas i orë Lex. shkarkuar nga vetingu i super rrep i reformës nuk është heq për orën 50.000 euro. Asnjë. Ose dha dorëheqjen më burr. Mund të Ai përmendim ai një orës sekond. Lex dha Asnjë, dorëheqjen, e Bledi. ke sot në parlament. Jo. Ai Ja dha pa fjalën Bledit dorëheqjen. dhe Shellës, të lutem. Po ka, mund përmendesh me shumë emra këtu, Gentian Trenova, mund t'i thuash që mbante orë të atill. Ja ku Për kanë një Nëse shtëpi, kanë për një qoftë, shtesë tani unë po shtëpie them, në po mos them, gaboj. Janë gjysmë ashtu, më janë shumë se gjysmë ashtu. Sikur se kisha korruptuar, më po them pse më po Jo, gjejmë pa një ju tek të emrat, 300 qëndrojte- gjyqtar, pastaj që një ndërsh Jo, ose jo, një dyshim fare. jo, jo, një, po 10, e kam 20, 50, 120 mbi 120, po janë 240 të tjerë duhet të shkojnë në burg Dgjoj. për atë që i kanë bërë Një shqiptarëve, 120 do të shkojnë